përsa i përket këtyre negociatave, si shtë dhe Redion, janë në nivel të ullët, pasi dhe Putin refuzoi që në fillim që të shkonte në këto negociate, po ndërkohë Zelenski ka mbërritur në Turqi dhe ka thënë që më shumë përfaqësimi delegacioni më saktë rus i ngjan një dekoracioni. Megjithatë, ai do të dërgonte ministrin e mbrojtjes për të negociuar. Si duket? Duket që ka diçka për të buzëqeshur, pra do ketë një rezultat kjo, apo thjesht do jetë një takim i radhës dhe kaq dhe asnjë gjë më shumë. Dhe roli i Turqisë në të gjithë këtë mes, si e shikoni? Simbolika shumë e qartë. Që nga pjesëmarrësit, pra nga niveli i delegacionit, kuptohet dhe qartë se çfarë rezultati finor është arrit. Por gjithsesi si herë parë që takohen, është diçka, është një hap para, është po të bësh ndërë. Se sa sukses do ketë, sigurisht është për të vënë në pikpyetje të fortë dhe roli i Turqisë është patjetër roli i një vendi që do të jetë protagonist, që ka interesa në lojë. Turqia nëse arrin të ndërmjetësoj diçka, patjetër që do kërkojë diçka në këmbim. Një influencë të shtuar të saj në Siri, një rol më të madh përballë avancimit të pafrehtë të Izraelit në lindjen e mesme, i cili ka antagonist direkt. Dy kundërshtar ka Izraeli në rajon, Iranin dhe Turqinë. Po të konsiderojmë që Arabia Saudite apo Egjipti kanë marrëdhënie të drejtuar më të paqta me të. Kështu që sa i takon Ukrainës, niveli i delegacionit, siç thanë Redion, janë plotësisht dakord që është një delegacion për mos bërë diçka, për mos bërë një afare, për të bërë negociat, për të marrë kohë. Dhe për të poshtruar nga një anë nga tjetër të bashkuara, për të përqeshur. Hajde ulemi për të arritur asgjë. Kështu që për prestigjin e amerikanë kjo është goditje poshtë prezimit. Është një vetë poshtrim sakt, sepse ata duhet të kishin aftësinë të kuptonin që nuk mund të shkonin nisëm me Putinin, pasi Putini ka pushtuar një tretën e Ukrainës dhe i kërkon një këtë rishë. Pa ofruar asgjë në këmbim. Kjo është Putini është mik ka pasur Berlusconi, është shok biznesi. Nuk e di çfarë biznesi mund të bëjë me Trumpin që të marrë koncesione të tilla sa ai të rishë nga Ukraina, ndërkohë që Ukraina një pjesë e ka në dorë. E qartë. Redion, përsa i përket këtyre negociatave, nëse nuk do të kishe një takim Putin-Trump, por një takim vetëm Putin-Zelenski, do isha mundur zgjidhjen në këtë formë, pra të dy palët të cilët janë në konflikt. Dhe Trump mos merrte këtë rolin e protagonistit. Unë mendoj që në radh parë presidenti Putin nuk do ta pranonte një gjë të tillë, dhe kjo është ajo që ai dëshmoi me këtë mesazh të dërguar me mungesën e tij në këto takime, që nuk e shikon Ukrainën si një palë të denjë për të bërë negociata në këtë çështje, dhe pra për shkak se qëllimet politike të Rusisë janë që të marrë një pjesë, pra nuk përputhen qëndrimi politik i Ukrainës, që nuk lëshon asnjë territor, me qëndrimin politik të Rusisë që kërkon demilitarizimin, denazifikimin, që nuk e dim as ne se çfarë nënkupton ajo, mosfutjen e Ukrainës, premtimin për mosfutjen në NATO, largimin e çdo lloji trupe ndërkombëtare nga territori rus, tërheqjen e gjithë armatimit të forcave aleate që ndodhen aktualisht në territorin e saj, minimizimin e ushtrisë, e shumë ndërhyrje të tjera, në veçanti ndërhyrje edhe në politikbërjen ukrainëse për të pasur mundësinë që të influencojnë qoftë edhe zgjedhjet, siç kanë bërë edhe më përpara, le të themi.